e ka vërtetuar plotësisht e çdo ditë atë përsi që ka rendi jon i fuqishëm socialist mbi atë kapitalist. Kush ka ardhur në Shishtavec ka parë edhe si është jeta, si është toka matan kufive. Nuk shen një burr në fshat, se ata kanë marrë rrugën e gurbetit për me fitue kafshatën e gojës. She toka djera e pa gjelbrim, e nuk ka se si të ndodhë ndryshe, kur atje sundojnë revizionistët e ku ligjin e bën vetë administrimi kapitalist. Mendja na shkon me njëherë tek vëllezërit tanë të një gjaku, që vuajnë në shtypjen e masakrat e Sërbëmbëdhëve, që kërkojnë me çdo mjet shkontrolizojnë shqiptarët në Kosovë dhe të viseve të tjera. Por ato nuk ja kanë arritur e as nuk do t'ja arrin kur kësaj. Ato harrojnë se kanë bëjnë me një popull që nuk di se ç'është nënshtrimi, e nuk njeh se çdo me thënë me ul kokën.